Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë mbylli me sukses sezonin veror të këtij viti, duke shënuar një periudhë të pasur me veprimtari kulturore, ekspozita dhe vizita turistike. Gjatë muajve të verës, muzeu u kthye në një nga destinacionet më të vizituara në qytet, duke mirëpritur mijëra vizitor vendas dhe të huaj që u njohën nga afër me trashëgiminë e çmuar ikonografike shqiptare. Ka qenë një nga sezonet më të suksesshme, mund të flasim që 2 vitet e fundit kanë qenë me një prurje të madhe të vizitorëve, kryesisht të huaj, të cilët kanë një interes të jashtëzakonshëm për objektet e Muzeut të Artit Mesjetar. Mund të flasim për një shifër rreth 30.000 vizitorë deri në muajin shtator. Me mbylljen e sezonit veror, institucioni nis përgatitjet për programin e vjeshtës dhe dimrit, i cili do të përfshijë ekspozita të reja tematike, aktivitete arsimore dhe nisma të reja bashkëpunimi ndërkombëtar. Ndërkohë vazhdojnë laboratori restaurimi të përkujdeset për ikona të ndryshme. Kemi disa ikona në restaurim, të cilat janë pjesë e projekteve të finalizuara gjatë fillimit të vitit. Është shënmëria me origjinë nga Berati, apo edhe disa të tjera, si një ikonë e Shënkollit e të tjera. Muzeu organizon erpasere në kuadër të programit edukimi mbi kulturën, programe të ndryshme me shkollat, me të gjitha grup mosha, të cilat nxjerrin jo vetëm njihen me trashëgimin kulturore, por nxjerrin dhe në pa talentet edhe njohuritë e nxënësve. Vazhdojnë programet me studentët, të cilët sigurisht me Universitetin Fanoli kemi një bashkëpunim shumë të mirë, por dhe me universitetet të tjera publike dhe private në Shqipëri. Përmes ekspozitave të përkohshme, aktiviteteve edukative dhe bashkëpunimeve me artistë e institucione kulturore, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar dëshmoi se arti i së kaluarës mbetet frymëzim i përhershëm për brezat e sotëm.